Përshëndes të dashur miq, këtu nga qyteti i Prishtit. Shkojmë sot për të shuar urime të bukura me rastin e 60 vjetorit të zonjës Sevedije. Këtu na ka dërguar motra e saj Albina. E veçanta e kësaj surprize qëndron sepse Albina e ka ftuar në shtëpi motrën me qëllim të bërjes së surprizës. Shkojmë ta surprizojmë. Përshëndetje. Nisë ju na erdhët. Si kalon? Mirë, faleminderit. Urdhroni. Shkruaj si kalon? Mirë? Me zhvillek? Mirë. Ke ditë lindjen sa? Edhe një vite kësa. Jetë dhe shëndetje. Jemi motra me Albina. Ju faleminderit shumë. Ulemi? Se ngrohtë të qaj? Të ule, ngrohtë jemi, bukurit të zlatit. Në ambient shumë i bukur festiv, gëzuar edhe vitin e ri, 2026, dhe gjithë të mirat ja ura. Edhe juve lumëshin këmbët. Surprizat të bukura befshe për gjithmonë, festat e gëzuara paqi për gjithmonë, gjithë të mira dasmë e fëmijëve. Të falenderoj. Sot motra ndodhet këto. Ja, një sekundë. Sot gëzon 60 vjetor. Le ta themi që nuk është një ditëlindje e preshme, si ndodh çdo vit, por është një përvjetor, një ditëlindje e veçantë. Dhe këtu, në këtë ditëlindje, ti gjendesh në motra. Po, motrën e kam nene, motrën e kam vëllai, kam po. Si dashuri e më e pazmëndësueshme. Të kam në zemër, të thot dikush sot. Kush mendon? Kush na ka dërguar ne për të sjellë këto urime të bukura? Tash unë motra më thiri për drekje, unë nuk e di një të ashtu, po megjithatë ja kam për faleminderit shumë. Kushdo që e ka bërë. Kushdo qoftë. Kushdo që ka menduar, edhe ka menduar vërtet me shumë dashuri. Kushdo qoftë. Për ofsin ata që më kanë kultuar mua sot të ditë. Vërtet është një ditë e veçantë e 60 vjetorit tem. Është porositur me shumë dashuri. Dhe unë po të lexoj këtë kartolinë urimi, është rrethuar komplet me zemra se personi që na ka dërguar ne të ka vërtet në zemër dhe do të fiqit. Është një lidhje e fortë që s'ka diskutoj me motrën e kam. A ti mendon? Ati Motra do jetë? Motra. Kemi vendosur dhe vëllai këtu. Jeni në fakt 3 fëmijë. Po. Edhe një vëlla dhe 2 motra. Qofshi me jetë dhe shëndet. Faleminderit edhe ti. Unë po e lexoj këtë kartolinë urimi. Është e shkruar në barqe me plot dashuri brenda. Motra ime dashur, ti sot ke ditëlindjen. Të uroj nga zemra edhe 100 vite. Unë motra Albina, ty sot të uroj. Ndaj zgjodha surprizën që gëzimin ta shtoj. Jam me fat që kam një motër si ty. E lumtur ti qofsh, çdo ëndër realizosh. Ti më fal emrin teze, emrin më të bukur, emrin më të shtrenjtë që mora në këtë jetë. Ne prindrit tanë na lanë amanet. Ta duam njëri tjetrin, gjithmonë në jetë. Kalofsh ti bukur, si sot e për herë, dashuria jonë ka gjithmonë vlerë. Është e vërtet që dashuria ndaj motrës ka vlerë. Po e vendos Faleminderit, urime, 100 më befsh, sa të rosh. Sa male, me jetë, me shëndet, o shpirt, o zemër, o dritë. Po e vendos atë kartolinë, ta duar si një kujtim të bukur për të 60 vjetor. Po. Dhe motra le të ta fal vetë këtë buqetë. Sepse është porositur me aq dashuri. Po e vendosim tek këtë balon zemër. Vllai juaj është lart, E kemi vllai Greqi. Po e kemi Greqi. Ta kemi me jetët e gjatët, na rojë me gruan e vetë,
me fëmijët e vet, i duam shumë, të jenë shëndoshë e mirë dhe zërin e urojmë miqja, gjithë të dëgjojmë. mirat edhe festat e gëzuara se kemi të larguar vllajën tonë të dashur. Dashuria për te është e madhe, padyshim. Po diskutojmë. Sepse është një vlla, po edhe dhjetës kur njeriu të ketë, Jo, po, padyshim që është shumë e madhe qartë. dashuria, po kur është një edhe mblidhet e gjithë dashuria aty. Është e Gjithë të mirat, juve faleminderit shumë dhe motra në qitë dhe bekime pas të jetë, o Zoti ma. Urime, urime, urime. Robi të goja. Kemi vendosur numrin 60 për ditëlindjes tënde. Motra do të shpejtësillë enkas për të surprizuar, për të bërë këtë surprizë kaq të veçantë. Nuk ka më bukur kur dikush mendon. Jo se nuk të ato gjithmonë që të do shumë, por nëpërmjet nesh i shpreh më bukur ato Diskutohet ajo. dëshirat e saj. Shumë. Motër edhe 100 vite, ja motra filloi. Rofsh me motre vëllaj. Shurime për ty, shurime për ty, Ta fritash? shurime për motrën, shurime për ty. A ke një dëshirë të veçantë? Jetë e shëndet e gjatë më Ajo, ketë. E Zoti ma bekoftë, e rojtë nga çdo moment i ketë. I lutem Zoti faleminderit që më sot. Të lumë të goja. Jetë dhe shëndet, kënaqësi që sillur me të bukura dhe gëzojmë që keni këtë marrëdhënie kaq shumë të fortë. Motra duhet gjithmonë, por unë e shoh që marrëdhënia juaj është për tu pasur zili. Jetë dhe shëndet familjarisht. Po, rofshi edhe ju Gjithë të ashtu mira. faleminderit shumë. E goja se të dhja. Rofshi. Le të bime edhe për 100 vjetor. Do ishte dëshira ime. Amin. Respekt. Juve surpriza të bukura, befshi për gjithmonë, të gëzuar festat. Një Nga do që të shkoni. Rofshi. Edhe 100, jetë dhe shëndet. Edhe një përqafime dhe një nga mua. Rofshi. Albina edhe 100 motra. Ja bën një foto. Hajde, hajde edhe këtu, me të familja. Hajde këtu, hajde. Hajde këtu. Hajde kam zëmbë. Shëndet dhe jetë. Faleminderit Edhe edhe një. Rofshi, faleminderit. Jetë dhe shëndet. Dhe Zoti të Urime, faleminderit. Të lumë të goja, të lumë të Çfarë ti goja. mendon u bëftë realitet? O Zot, i lutem Zot. Rofshi. Po le ta themi e para shëndeti një pastaj. Janë dëshirat e tjera. Diskutohet ajo. Shëndetesh më pak. Lutem Ka më Zot. shumë Po, vlerë. po. E kur di, kur ngrihem shëndet. Patjetër që dhe të rrethojmë nga njerëz të dashur. Dashuria le ta themi është një Po, substancë që jep shëndet njeriu. Po. Ju falenderoja, ishte e kënaqësi kjo surprizë. Shumë A të faleminderit. i bën ndonjë tjetër? Faleminderit. Ndonjë surprizë? Apo Atë është një. era e parë? Atë një. Është era e parë që motra mendon për si, sidomos për Ere këtë pas dhe 60 vite. ere do dashuri.